Atëherë që të gjithë, po mendoj si shoqëri dhe si vend, jemi dëshmitar të shpërfaqjes së hipokrizisë të partive politike PDK, LDK, AK dhe Lista Srpska, në të cilën e kanë demonstruar hipokrizinë dhe paftyrsinë e tyre duke e mohuar madje edhe veten e tyre dhe për të aprovuar ose miratuar propozimin e Komisionit të verifikimit të mandateve që do duhet të ishte realizuar para 4 ditësh. Tash jemi në një momentum të ri, ku ne kemi bërë përpjekjen e parë për të zgjedhur kryetarin e kuvendit dhe është shumë e rëndësishme për opinionin që të dihet se ose të ritheksohet edhe një herë se e drejta për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit i takon ekskluzivisht dhe vetëm grupit më të madh parlamentar. Kështu që përmes kësaj konferencës për media, unë i bëj thirrje edhe një herë opozitës që mos të vonojnë vendin për 48 orë të do thotë në ardhje, ose 4 ditë të tjera, ose me muaj të tërë, për shkak se kryetari i kuvendit i takon ekskluzivisht lëvizjes vetëvendosje dhe në funksion kësaj ne supozum dhe mendum që ju ka kaluar edhe xhelozia për humbjen edhe smira e inati për humbjen e zgjedhjeve, po sidoqë të jetë prap është në dorën e tyre që të aprovojnë propozimin e lëvizjes vetëvendosje për zgjedhjen kryetarin e kuvendit. Në të kundërtën nuk ka opsion tjetër dhe nuk mundet me shku tutje me procedu ideja e zgjedhjes së një kryetari të vendit.